Përmbledhja e filmit. Jason Statham te i kalon në MI5-ën vjedh $5 milion. Në këtë qytet ekziston një bandë famkeqe kriminale. Shefi i tyre quhet Michael, duke quajtur veten versioni i zi i Robin Hood. Por ai merret me drogë, rëmbime për shpërblim dhe tutor prostitutash. Nuk ka asnjë vepër të keqe që ai nuk e ka bërë. Shumë njerëz të pasur dhe aristokrat kanë psuar humbje për shkak të tij. Normalisht, Michael duhet të ishte mbyllur në burg shumë kohë më parë. Megjithatë, ai mban foto komprometuese të një princeshe mbretërore. Nëse këto foto do të ekspozoheshin, reputacioni i familjes mbretërore me siguri do të shkatërrohej. Prandaj, autoritetet lokale kanë frikë të veprojnë në mënyrë të pamatur. Edhe sa herë që Michael kryen një krim dhe kapet, ai përfundimisht lirohet pa akuza. Duke pasur këtë, sjellja e Michael është bërë gjithnjë me pacip. Qeveria e lartme në fund nuk mundi të duronte më, duke vendosur të urdhëronte MI5-ën që ta trajtonte fshehur rrezik të çështje. Bazuar në inteligjencën e mbledhur pas një periudhe hetimi, ka shumë të ngjarë që Michael të ketë fshehur fotot komprometuese në kasafortat në Lloyds Bank. Drejtori caktoi autoritet të plot për këtë mision sekret të burit me kostum, të quajtur Tim. Pavarësisht nga metodat që përdor, ai duhet të marrë ato foto komprometuese. Por gjëja më e rëndësishme është të mos lejoni që MI5 të implikohet në asnjë mënyrë. Pas kësaj, Ingredi, nga i njëjti departament si Tim, filloi hapjen e parë të planit. Ai përdori një marifet me kurth, duke u integruar me sukses në familjen e gjerë të Michael, duke fituar përfundimisht akses të Hague, vllai Michael. Infiltrimi i Ingredit duhet sigurojë inteligjencën më dobishme për MI5. Në një zhvillim tjetër, Tim përdori pozicionin e tij në dogan për të inkuadruar ishin Martinin për posedim droge. Tim e bëri këtë sepse dinte që Martin ishte i njohur me një grup me përvojë në vjedhje. Ai donte që Martin në këmbim të bëhej informator, t'i gjente të vidhte foto nga kasaforta e bankës. Pas përfundimit të punës, pasuritë e tjera janë të tyret për të trajtuar lirisht, por i gjithë plani duhet të mbahej i fshehtë. Përveç sigurimit të inteligjencës së nevojshme, ata vetë duhet të mbajnë përgjegjësi për të gjitha pasojat. Figura kryesore e grupit të vjedhjeve është Terry, dikur një kokë famkeqe në rrugët e Londrës, por pasi u martua, ai shkoi drejt, duke bërë një jetë të thjeshtë dhe të qëndrueshme. Më vonë, ai hapi një dyqan makinash të përdorura, madje punësoi një çift të ri. Ajo mësoi nga i dashuri i saj se metroja që kalonte në zonën e afërt ndikon në sistemin e alarmit të Lloyds Bank, kështu që banka planifikoi të merrte një javë për të zëvendësuar sistemin. Gjatë asaj kohe, sigurisht që nuk do të kishte sinjale alarmi. Martin e deklaroi me guxim qëllimin e saj keqdashës. Ajo donte të grabiste bankën, veçanërisht shumë kasaforta private në kasafortën e nëndeshme. Ari, argjendi dhe xhevahiret brenda janë kryesisht gjëra që nuk mund të shohin dritën e ditës. Pronarët e këtyre kutive, edhe nëse zbulojnë se pasuritë e tyre janë vjedhur, mund të mos guxojnë të denoncojnë në polici. Tingëlloi si një mundësi që i jepet një herë në jetë. Sigurisht, një punë kaq e madhe kërkon ndihmën e Terit dhe miqve të tij të ngushtë. Megjithëse Teri me të vërtetë donte pasurinë e madhe dhe kushtet e ofruara nga Martin ishin mjaftuese, ai gjithashtu kërkonte një rrezik të madh për ta nxjerrë atë. Terit i duhej pak kohë për të menduar përpara se të përgjigjej Martin. Më pas, ai u ngrit dhe doli nga lokali. Menjëherë, Martin u kthye për të folur me Timin, i ulur afër, nëse Teri do të bashkohej. Teri, pasi mori vendimin e tij, papritmas u kthye në bar. Më pas, ai pa aksidentalisht Martin duke përshpëritur me një burr me kostum. Më në fund, ai u largua në eshtje. Teri mendoi se gjithë situata nuk ishte aq e thjeshtë sa imagjinoi, por marrëdhënia e tij me Martin e bëri të besonte se ajo nuk mund ta dëmtonte atë. Teri ndau planin e grabitjes së bankës me miqtë e tij të ngushtë dhe i bindi me sukses që t'i bashkoheshin operacionit. Njëri prej tyre ishte Dave, një aktor filmi për të rritur, dhe tjetri ishte Kevin, një fotograf. Të nesërmen, ata u takuan në dasmën e Edit, djalit të ri që punonte në garazh. Përveç urimit e Edit dhe Lilit për të bërë burrë grua, të katër diskutuan fshehurazi përgatitjet për operacionin.
Martin kishte hapur tashmë një kasafort në Lloyds Bank. Ajo përdori justifikimin për treguar Terit kasafortën për t'u futur me lehtësi në kasafortën e nëndeshme për të vëzhguar gjendjen. Dave dhe Kevin qëndruan jashtë bankës, duke u shtirur si turist, duke bërë shumë foto të jashtme të bankës. Në këtë moment, Dave pa shefin, Lou vogël, me të cilin kishte punuar më parë. Më pas, të katërt, bazuar në informacionin e mbledhur, filluan të planifikonin napin e radhës. Pranë bankës ishte një dyqan pulash të skuqura, dhe pranë dyqanit të pulave të skuqura ishte një dyqan artikujsh lëkure në shitje. Dera e pasme e bodrumit dyqanit të artikujve për lëkure lidhet me parkingun në toksor të ndërtesës. Ata planifikuan të hapnin një tunel nga bodrumi i dyqanit të artikujve për lëkure drejt në kasafortën e bankës. Pasi të merrnin bijuterit, ata do largoheshin me makinë nga dera e pasme e bodrumit të dyqanit të artikujve për lëkure. Në këtë pikë, ata duhet të gjenin Bambos, një mik i Terit, i ditur rreth makinerive dhe ndërtimit. Më në fund, Teri kishte mbledhur të gjithë antarët. Por para se të fillonte punën, Teri organizoi të takonte gruan e tij në një restorant për një darkë romantike me qirinj. Në fakt, ai donte të thoshte asaj se do duhet të ishte larg familjes për një kohë. Për shkak se aktualisht ishte i mbytur në borxhe, ai u detyrua të gjente një mënyrë për të dalë dhe për të fituar para. Ai kërkoi Winit të mos kërkonte shumë detaje, sepse nuk mund duronte të gënjente familjen e tij. Tani për tani, ai vetëm shpresonte se Winnie mund t'i merrte dy vajzat e tyre për të qëndruar me të afërmit për një kohë, duke pritur për kthimin e tij të sigurt. Të nesërmen, ekipi prej 6 vetash filloi zyrtarisht punën. Koloneli mori përsipër marrjen me qerat të dyqanit të artikujve për lëkure dhe trajtimin e situatave të papritura. Më pas, duke përdorur justifikimin e rinovimit të dyqanit, ai mori projektet e ndërtesës nga autoriteti i planifikimit dhe përgatiti të gjitha mjetet e nevojshme të ndërtimit. Teri dhe të tjerët, duke u paraqitur si një ekip riparimi, hyn me makinë në parkingun në toksor të ndërtesës, sollën të gjitha mjetet e nevojshme në bodrum dhe çdo lëvizje e tyre monitoroi nga afër nga njerëzit e timit. Tim i raportoi drejtorit e curinë e situatës. Plani i tij ishte të priste derisa Teri dhe banda e tij të arrinin sukses, pastaj të korrnin shpërblimet pa mbjell në mënyrë specifike, duke rregulluar njerëzit që t'i kapnin për të përfunduar misionin. Ai urdhëroi 2 vartës të monitorojnë hyrjen dhe daljen e parkingut, ndërsa dyqanin e ka monitoruar përkohësisht vet. Pastaj, Tim, qëllimisht ecste një herë përpara dyqanit të artikujve për lëkure, edi raportoi më njëherë situatën, por nuk ngjalli dyshime mes të tjerëve. Vetëm Martin mendoi se njeriu jashtë ishte Timi. Ai përdori justifikimin për të dalë për të blerë cigare, shkoi në një lokal aty pranë dhe duke përdorur kohën e shkurtër, i raportoi Timit e culinë e fundit të operacionit. Papritur, Teri gjithashtu ndoqi Martin në lokal. Ai pa duke folur, duke parë këtë, Tim u largua me nxitim. Martin e mashtroi Terin, duke thënë se Timi ishte thjesht një kalimtar që nisi një bisedë me të. Në këtë pikë, Teri u bë më vigjilent, por ende nuk e ekspozoi Martin. Ai shfrytëzoi rastin kur Martin u largua për të bërë fshehurazi një telefonat. Ingredi gjithashtu i raportoi fshehurazi situatën Timit. Michael, kreu i bandës, po përgatitet të largohej nga Londra për në Trinidad. Ai dorëzoi një pjesë të menaxhimit të operacioneve të biznesit të palishëm një personi tjetër, Lou vogël, i parë më parë. Më në fund, Timi kujtoi Ingredit të ishte i kujdesshëm dhe të mbrojë. Me të gjetur fotot, pavarësisht se ku ikte Michael, ai mund të sillej para drejtësisë. Duke u kthyer në Teri, pasi u kthye nga bari, ai vazhdoi punën e tunelit. Papritur, tuneli u shemb dhe Teri i ra drejtë në një grop të madhe. Për fat, ai nuk u lëndua. Koloneli erdhi për të vëzhguar gropën, duke zbuluar se ishte një varr masiv nga periudha e murtajës në Londër në vitin 1665. Por rastësisht, ky varr masiv ndodhej pikërisht në kasafortën e bankës. Kjo në fakt u kurseu atyre mjaft kohë. Ata depërtuan drejt për drejt në dyshemen e kasafortës së bankës nga sipër varrit masiv. Më në fund, Teri u ngjit për të kontrolluar, duke konfirmuar se ishte me të vërtet kasaforta. Megjithatë, gazra toksik dhe pluri nga ndërtimi u avështirësuan të gjithëve frymëmarrje normale. Të gjithëve u desh të shfrytëzonin këtë mundësi për të pushuar për pak, pastaj të prisnin që pluri të qetësohej përpara se të vazhdonin me grabitjen.
Menjëherë, Edi, duke bërë roje jashtë, nuk mund të rezistonte duke pyetur për statusin e operacionit. Përgjigjja që mori ishte sigurisht një lajm jashtëzakonisht i mirë. Të gjithë madje po bisedonin plot gjallëri mbi telekomandat. Megjithatë, biseda e tyre u dëgjua rastisht nga një e pasionuar pas radios aty pranë. Nga biseda ai konstatoi se bëi fjalë për grabitje banke dhe denoncoi menjëherë në polici. Por fillimisht policia nuk e besoi fare. Ndaj regjistroi bisedën dhe lajmëroi sërish policinë. Megjithatë, diapazoni i dëgjimit të radios mund të jetë deri në një rreze prej 10 kilometër. Kjo zonë kishte të paktën disa qindra banka. Fatkeqësisht, regjistrimi nuk përmendte fare një bankë specifike. Për më tepër, Eri dhe banda ishin duke punuar, kështu që asnjë aktivitet nuk mund dëgjohej përkohësisht. Në këtë mënyrë, inspektori Roy caktoi një vartës për të vazhduar monitorimin e radios, ndërsa ai u kthye në stacion për të përgatitur për veprimet speciale. Në këtë kohë, Martin, ndërsa të gjithë ishin në gjumë të thellë, Tinës shkoi vetëm në kasafortën e bankës. Pas të dhënave që dha Tim, asaj u desh të gjente kasafortën me numër 118. Papritur, Eri, i cili e kishte ndjekur pas, foli, duke habitur keq Martin. Eri e dinte në zemrën e tij që Martin fshikte diçka për të gjithë. Por ai ende nuk e ekspozoi atë. Ai shpresonte që përmes fjalëve të mbuluara të nxirrte qëllimin e pashprehur të Martin. Por Martin ishte gjithashtu e zgjuar. Nëse nuk do të zihej ngushtë, ajo kur nuk do të thoshte Teri të vërtetën. Në këtë situatë të veçantë, me një rast të rrallë për të qenë vetëm, një puthje pasionante i u dha përkohësisht dyshimit mes tyre. Në agim, policia dërgoi një numër të madh makinash policie, të ndara në 10 ekipe, për të kontrolluar se cilën bank, me shpresën për t'i trembur ata që komunikonin me radio. Ndërkohë, Teri dhe banda, të pushuar plotësisht, hyrën në kasafort dhe filluan të plashkisnin furishëm. Në çdo kuti të hapur, sasi të mëdha ari, bijuterish dhe parash u shfaqen para syve të tyre. Martin e përqendroi gjithë vëmendjen e saj në kutinë numër 118. Papritur, Teri ishte një hap më i shpejt, duke marrë përmbajtjen e kutisë. Ai zbuloi se brenda, përveç disa dokumentave të Michael, ishte edhe foto komprometuese të princeshës Margaret. Tani Teri më në fund e kuptoi të vërtetën që Martin fshikte. Ishte e gjitha në këtë kuti 118 dhe kjo kuti ishte padyshim një telash i madh, i aftë për të sjellë fatkeqësi. Por Teri ishte përgatitur më parë dhe nuk u tha të tjerëve, duke shmangur komplikime dhe mëtejshme. Në këtë moment, 2 makina policie u shfaqen para Lloyds Bank. Edi informoi menjëherë të gjithë nëpërmjet radios. Oficeri që monitoronte radion gjithashtu dëgjoi bisedën e tyre dhe ja raportoi atë kryeinspektorit Roy. Megjithatë, aktualisht pothuajse të gjitha bankat në qytet kishin makina policie, ende në pamundësi për të përcaktuar vendodhjen e saktë të radios. Në këtë moment, menaxheri i Lloyds Bank hapi derën, duke koordinuar me policinë për të hyrë në kasafortën e nëndeshme. Me të marrë paralajmërimin, të gjithë theshtën menjëherë, të gjithë ishin të shqetësuar. Nga ana e menaxherit, duke parë derën e kasafortës së nëndeshme ende të paprekur, ai nuk mendoi se kishte ndonjë problem me kasafortën. Për më tepër, hapja e derës së kasafortës kërkonte pritje deri të hënën në mëngjes me miratimin e drejtorit të bankës. Prandaj, menaxheri dhe policia u larguan nga banka së bashku. Vetëm atëherë të gjithë morën frymë të lehtësuar, megjithatë, ata e dinin shumë mirë se nuk duhet të qëndronin atje gjatë. Pastaj i thanë Edit të rriqej menjëherë, por pikërisht në atë moment, para bankës u shfaq një ambulancë, ku sirenat u përplasën meset e lartë. Pikërisht kur Edi ishte gati të merrte telekomandën për të informuar të gjithë, ai aksidentalisht e hodhi poshtë. Teri, duke mos marrë asnjë përgjigje nga Edi, ndjeu edhe më shumë se diçka nuk shkonte, i paketoi shpejt gjërat e tyre dhe u tërhoqën menjëherë. Aksidenti i Edit shpëtoi pa dashje Terin dhe bandën. Nëse Edi do të kishte arritur të përmendte fjalën ambulancë, ngjarjet e mëvonshme me siguri nuk do të kishin ndodhur. Pasi nuk dëgjoi asnjë informacion të mëtejshëm, oficeri monitorimit përjashtoi mundësinë e ardhshme të Lloyds Bank. Pasi Teri dhe banda mbaruan paketimin, ata u larguan me makinë direkt nga parkingu nën toksor. Tim, i cili kishte pritur për një kohë të gjatë, urdhëroi varësit e tij që të kapnin menjëherë makinën e tyre. Papritur, Tim ra në mashtrimin e tyre. Nuk ishte asgjë brenda makinës,
Doli që një natë më parë në bar, Teri kishte vendosur se nuk do t'i besonte më Martin. Prandaj ai kishte thirrur për të punësuar një shofer. Pasi mori sinjalin nga Teri, ky shofer e çoi me njëherë kamionin në një vend tjetër, ndërsa Teri dhe banda morën një makinë tjetër, duke transportuar fshehura zi pasuritë e vjedhura. Më pas, Teri çoi të gjithë në një magazin të vjetër dhe filloi të bënte inventarizimin e plaçkës. Përveç një sasie të madhe floriri dhe bijuterish, ata zbuluan disa foto komprometuese të zyrtarëve dhe deputetëve të lartë. Pastaj të gjithë e renditën plaçkën. Pasi Bambos dhe koloneli morën aksionet, ata u larguan të parët. Në këtë moment, Teri nxori fotot komprometuese të princeshës mbretërore dhe thatror se Martin kishte fshehur të vërtetën. Dave dhe Kevin tani e kuptuan gjithashtu se diçka nuk ishte në rregull. Më në fund, Martin u detyrua të zbulonte problemet e saj të fshehura. Vetëm atëherë Teri dhe dy miqtë e tij mësuan se gjithë plani u ishte fshehur atyre. Të gjithë e dinin që MI5 nuk ishte një organizatë me të cilën njerëzit e zakonshëm mund ngatroheshin. Ata janë edhe më të pamëshirshëm se policia. Zgjedhja për të besuar atyre është një rrugë drejt vdekjes. Dave mendoi se ratisja ishte gjëja më e rëndësishme tani. Më pas doli vetëm nga magazina, ti me dinte që ishte mashtruar nga Teri dhe banda. Por ai besonte se Martin me siguri do ta kontaktonte përsëri. Në fund të fundit, ato foto tani ishin në një patatë nxehtë. Martin me siguri nuk do të dëshironte të kërkonte vdekjen e saj. Të nesërme në mëngjes, kasaforta e nëndheshme e Lloyds Bank u lejua të hapej. Menaxheri i bankës mbeti i shtangur kur pas skenën e shkatëruar para tij. Menjëherë pas denoncimit në polici, policia rrethoi me shpejtësi vendin e krimit. Pas kësaj, të gjitha gazetat kryesore në qytet raportuan për grabitjen e bankës. Në një zhvillim tjetër, Martin dhe Teri kontaktuan timin në telefon, duke rregulluar takoheshin në stacionin e trenit të Islandës së Veriut. Ndërkohë, drejtori i MI5, me të marrë vesh lajmin e prapjes së grabitjes së bankës kudo, u ndjej jashtëzakonisht i pafuqishëm. Fillimisht, duke synuar të zgjidhte gjithçka në eshtje, tani ishte bërë një ndjesi në mbar qytetin. Nëse policia do t'i kapte grabitësit e parave, fotot komprometuese të princeshës mbretërore me siguri do të bëheshin publike. Pasojat ishin të paimagjinueshme. Ndaj, ai urdhëroi varësit e tij, duke përdorur arsyetimin se grabitja përfshinte sekretet sigurisë kombëtare, të kërkonin që policia të riqej nga hetimet për të kontrolluar gjendjen. Ndërsa lajmet për grabitjen e bankës u prapën me shpejtësi, disa njerëz u tërbuan menjëherë. I pari ishte Lou Vogel, së bashku me Sonia, bashkëpunëtorin e tij në prapasken, dhe oficerin e tyre të policisë të korruptuar. Lou Vogel dhe Sonia drejtonin shtëpi publike dhe vende argëtimi të nivelit të lartë për të rritur. Lou Vogel mbante në kasafortën e tij bankare një regjistër me detaje ryshfetesh policore. Kutia e Sonias përmbante një numër të madh fotografish komprometuese të deputetëve dhe zyrtarëve të lartë. Nëse informacioni i tyre do të dilte, të gjithë do të përfundonin. Lou Vogel gjithashtu informoi Michael, i cili fshihej jashtë vendit. Me të marrë lajmin, ai menjëherë u bë jashtëzakonisht i shqetësuar. Fotot komprometuese të princeshës mbretërore ishin në majmalia e tij, duke lejuar atë të vepronte pa u ndërshkuar. Nëse qeveria i kapte, ai mund të vdiste pa një vend mbarimi. Por Lou Vogel, duke pasur një marrëdhënie mjaft të mirë me të, premtoi se do të ndihmonte në rikthimin e fotove komprometuese mbretërore. Sigurisht, Lou Vogel ishte më i shqetësuar për gjërat e tij. Në këtë pikë, Michael ndjeu se diçka ishte pazakontë në lidhje me situatën. Ai filloi të dyshonte për Ingredin. Michael ishte një person gjak ftohtë dhe i pamëshirshëm. Këtëherë, Ingredi mund të jetë në rrezik. Në një zhvillim tjetër, Teri takoi timin në stacionin e caktuar të trenit. Për të mos lejuar që tim të bënte mashtrime, Teri solli vetëm disa foto të familjes mbretërore dhe deputetëve, dhe i tatimi se kishin nevojë për një dokument zyrtar falje të nënshkruar nga qeveria. Ai kërkoi gjithashtu pasaporta të reja dhe leje dalje. Vetëm atëherë do të dorëzonte pjesën tjetër të fotove. Timi raportoi menjëherë drejtorit. Fillimisht, ai mendoi se problemi vetëm i madh ishin fotot komprometuese mbretërore. Tani, ajo përfshinte kaq shumë zyrtar të rangut të lartë qeveritar, madje edhe vetë drejtori ishte i përfshirë. Drejtori nuk mund të vendoste më në mënyrë të njëanshme dhe duhet i kërkonte parlamentit të lëshonte një njoftim këshillues për mbrojtjen. Lou Vogel ishte i zënë duke diskutuar kundër masa me oficerin e policisë të korruptuar.
Ati papritmas ju kujtua aktori që takoi para bankës disa ditë më parë, një adhurues i filmave për të rritur, duke bërë vazhdimisht foto në rrugë. Sa më shumë që mendonte, aq më i dyshim të bëj lohu vogël. Më pas ai urdhëroi 2 policë të korruptuar që të kapnin Dave, i cili po përgatitej të ikte dhe ta kthenin përsëri. Në ndortura brutale, Dave rrëfeu gjithçka. 2 oficerët e korruptuar përdorën informacionin e Dave për të kërkuar vendodhjen e të tjerëve. Kur mbërritën në rezidencën e Martin, ata madje u përzun nga personeli MI5. Më në fund, ata i gjetën Edin vetëm në garazhin e Terit, duke rëmbyer drejt për drejt. Ata madje lanë një kartë vizit për gruan e Edit, duke kërkuar asaj të kontaktonte Terin. Tani më, lajmet për grabitjen e Lloyds Bank ishin përhapur në çdo rrugë dhe rrugicë të Londrës. Regjistrimi i bisedës së Terit dhe bandës atë natë u transmetua vazhdimisht nga policia në radio. Vajza e madhe e Terit njohu zërin e të Atit dhe i tha nënës. Wendy e shqetësuar, papritmas mori një telefonat nga Teri. Teri nuk pati kohë të shpjegonte qartë. Pasi e siguroi se ishte i sigurt, ai udhëzoi Wendy dhe fëmijët absolutisht të mos dilnin jashtë. Pasi e mbylli telefonin, vazhdoi duke telefonuar në garazh. Lili, duke qarë, i tha Terit për rëmbimin e Edit dhe i dha numrin e telefonit që oficeri korruptuar la. Pastaj Teri e thiri atë numër. Lohu vogël u fut direkt në temë, duke kërkuar drejt për drejt Terin që të dorëzonte librin dhe fotot komprometuese mbretërore në këmbim të jetës së Edit. Për Terin, fotot komprometuese mbretërore ishin i vetmi mjet të pazaresh për lirinë e tyre, të pamundura për të dorëzuar. Ata absolutisht nuk mbanin mend librin e përmendur Lohu vogël, prandaj ata e mohuan kategorikisht zotërimin e këtyre 2 sendeve përmes telefonit. Duke parë se Teri nuk ishte e lehtë për të përballur, Lohu vogël urdhëroi oficerin e korruptuar të qellonte për vdekje Dave. Edi ishte tmerruar, lotët e rizin në fytyrë, duke shpresuar dëshpërimisht se Teri mund ta shpëtonte. Më në fund, Lohu vogël i dha Terit 1 orë për të gjetur librin. Përndryshe, Edi do të mbiste jetën. Pasi e mbyllën telefonin, Teri dhe Kevi shkuan menjëherë në kamion për të kërkuar librin. Më në fund ata gjetën librin me emrin e Lohu vogël në mes të një grumbulli të rrëmujshëm postash. Brenda, ai detajonte shumat, orare dhe datat e ryshfetit për shumë oficerë policie dhe zyrtarë të lartë. Tani libri u gjet, por ata u përballën me një dilemë të vështirë. Supozoni se ja dorëzuan librin në Lohu vogël, MI5 me siguri nuk do t'i kursente. Nëse do t'ja jepnin fotot MI5-s, qoftë edhe me një falje nga qeveria, Edi me siguri nuk do të mbijetonte. Për më tepër, Lohu vogël do të urdhëronte gjithashtu gjuajtjen e tyre. Por duke menduar nga një kënd tjetër, aktualisht ajo që të 2 palët kishin nevojë ishte në duart e Terit dhe bandës, pra iniciativa u takonte atyre. Më në fund, ata hartuan një plan për të luajtur 2 palët. Për të ekzekutuar planin, Teri kontaktoi Lohu vogël, duke rregulluar të takonte në orën 11 të mëngjesit nesër në stacionin Paddington për një shkëmbim. Peng për sendet. Teri tha Lohu vogël se nëse ai nuk do ta zbatonte, do të publikonte provat e ryshfetit. Në rastin më të keq, do të ishte shkatërimi ndërsjell. Ajo që Lohu vogël kishte më shumë frikë, ishte të kalonte pjesën tjetër të jetës së tij në burg, kështu që ai u pajtua shpejt. 2 antarët që u larguan të parët nga grabitja, Bambos dhe koloneli, u vranë me radhë nga sulmues spanjoll. Në një zhvillim tjetër, Teri solli fotot dhe pasaportës së të 3-ve për të takuar përsëri me timin. Tim tha se Lord Mountbatten ishte i gatshëm të trajtonte personalisht të çështje. Teri gjithashtu kërkoi që transaksionit përfundonte në orën 11 të mëngjesit, nesër në stacionin Paddington. Michael kishte zbuluar identitetin e Ingridit si spion. Në fundit, Ingridi i varfër u dërgua në një fermë dhe u vrap brutalisht nga Michael. Herët në mëngjes, Teri dhe banda filluan të përgatiteshin për një hap tjetër. Para shkëmbimit, ka nisur të kërkojnë në gazeta emrin e policit përgjegjës për rastin e grabitjes së bankës. Pastaj ata e kontrolluan atë në emrat e librit të Lohu vogël. Më në fund, ata zbuluan se oficeri përgjegjës për grabitjen ishte një kryeinspektor i quajtur Roy. Emri i tij nuk ishte në listën e ryshfetit, që do të thoshte se inspektori Roy nuk ishte blerë nga Lohu vogël. Teri mendoi se Roy ishte ndoshta mjaft i drejtë. Më pas, ai grisi një faqe nga libri dhe u udhëzoi Kevinin që t'i dorëzonte personalisht Royt. Kevin ja tregoi situatën kryeinspektorit Roy, duke thënë nëse donte listën e plotë të ryshfetit,
Ai duhet të ishte në stacionin Paddington saktësisht në orën 11 dhe gjithashtu mund të arrestonte oficerin e korruptuar të policisë. Pasi mbritën në stacionin e trenit, Terry dhe Martin u ndan. Tim në fakt të kishte mbritur erët në stacion. Megjithatë, personi që merre me Terryn ishte Lord Mountbatten. Tim kishte rregulluar personelin për të siguruar që transaksioni të shkonte pa probleme dhe gjithashtu mori kohë për të biseduar me Martin. Ndërkohë, Terry shkoi vetëm në vendin e caktuar për të pritur. Në këtë moment, Lou Vogel dhe polici korruptuar shoqëruan Edin në vendngjarje. Ndërsa ishin gati t'i afroheshin Terryt, oficerët e korruptuar vunë re 2 agentët që ai kishte takuar në shtëpinë e Martin një ditë më parë dhe u kthyen menjëherë për t'u larguar drejt hyrjes së pasme të stacionit. Në këtë pikë, Terry pa Edin duke u marrë, duke u ndjerë i furishëm. Për fat të mirë, Lord Mountbatten u shpaq pikërisht në kohë. Menjëherë pas saj, të dyja palët përfunduan shpejt transaksionin. Terry ndoqi menjëherë pas tyre drejt hyrjes së pasme të stacionit. Pasi e kapi Lou Vogel, ai era u rënd. Pastaj oficeri i mbetur i korruptuar ngriti armën e tij, duke synuar të qellonte Terryn. Pasi rrëzoi një oficer të korruptuar, Terry shpejt shpëtoi Edin dhe ndaloi oficerin tjetër të korruptuar të arratisej. Në këtë moment, kryeinspektori Roy mbërriti menjëherë me ekipin e tij dhe nënshtroi të gjithë vendngjarjen. Në rrethana normale, Terry dhe banda do të përballeshin gjithashtu me ndërshkim ligjor. Tim, në këtë pikë, nuk ishte aq i pashpirë sa të qëndronte pranë dhe të mos bënte asgjë. Në fundit, Terry dhe banda e tij kishin marrë faljen e nënshkruar nga vetë Lord Mountbatten. Në fund, kryeinspektori Roy liroi Terryn dhe bandën. Terry gjithashtu e mbajti premtimin e tij, duke ia dorëzuar librin e tij të Lou Vogel kryeinspektorit Roy. Pas marrjes së fotove komprometuese mbretërore, MI5 nuk pati më shqetësime dhe shkoi në rezidencën e Michaelit në Trinidad për të arrestuar atë. Më vonë, ata gjetën trupin e Ingridit në një cep të fermës. Më në fund, Michael u ekzekutua në 1975 për krime të shumta. Historia e sotme përfundon këtu. Faleminderit për shikimin e filmit. Çfarë menduat për të? Ju lutem komentoni më poshtë.